Unë kam qenë të banu me dy shoqet mia të dy aty në martu, edhe ka dasht me ndru banesën për shkak shpenzimeve të mëdha. Në një banesë kanë qenë 5 vajza të banu aty. Kur kam shku, kam dajt vetëm 3 javë. Gjatë kohës një vajzë shumë e bukur, me pa, spaku për mu ka qenë shumë e sjellshme, shumë e mirë. Në vitin e parë studimeve në Prishtinë kesh ardhur dhe fejume ka qenë. Kishte presion edhe prej familjes edhe prej të fejumit me përfundu fakultetin. Me I kry provimet me afat, me kohë. Edhe si bie në kontakt ajo me një shoqe të saj, nuk e di. Njëri nga profesorët e saj ka qenë Enver Hasani. Ai ja ka kushtëzu ose me dalë me to, ose nuk ka me kalu asnjë notë. Më kanë thonë që ka ndikim edhe të profesorët tjerë, nuk e lënë me kalu edhe tjerët, por për këtë nuk jam e sigurt. Jo me sigurt çka kam pa, ajo vajza ka dalë një ditë gjatë ditës, është kthy në orën 8 gjysmë në mbrëmje. E di që ai gjithmonë gjatë orës 6-7 I ka thirrë. Është kthy në orën 8 gjysmë në mbrëmje, kur është kthy, të çajt edhe të bërtit ka hyrë në banjo. Edhe unë kam menduar që I ka vdek dikush ose ka ndodhur një gjë shumë e rëndë. Kur kam shku, ajo me veshje, me garderobë, ka hyrë në banjo, ka marrë tushin, e qëtë në kokën e saj edhe të vjellura, edhe gjatë tanë kohës qanë edhe bërtet. Kap flokët e saj, I thëmë, qka ka ndodhë me ty, qka nuk është në regull. Edhe ullet po më tregon. Thotë, kështot, kam dalë me Enver Hasanin, kam shku në Vushtre, në Hotel Kalaja, e ka një dhomë në qësh, ka ardhëm ka marë, gjithmonë në merë kur bo tërë. Ka një femën, që ajo femra ka bashkëpunim andej me studentë të tjera, aja që atë cilat I pëlqen atij, do të me dalë pa tjetër, ose për ndryshe fakultet, s'kryen kur njëtën e vetë. Mandej ai e thirrë në telefon këtë vajzën, edhe lajmërona unë gjatë kohës që unë bisedojsha me këtë vajzën. Unë do të merrova, nuk desha as çka më I thonë në telefon. Mënyra qysh ai njeri komunikon në telefon është e tmerrshme, është mënyra më banale që mundesh, fjalët më banale që mundesh me I ndina herë në jetën tënde. Banaliteti I tij është kulminacioni I banalitetit në botë. Ta që familjen, ti nuk je kone mirë, apo mendon që veç të din me bo seks, ti s'ke dit me bo seks, gjana tilla që mu më kanë të meru. Edhe unë një herë ndalë telefonin, nuk e desha as me konim të fola, as qka është të ndodhë, as nuk ka mundësi, dikush që është kryetari gjykatës kushtetuese me një vend, me fjalët e tilla. Fjalët e tilla nuk I fol as dikush që punon murator. Jo, realisht jo, se një murator nuk I vjen rasti. Është e tmerrshme. Mandej ajo vajza nuk u dredhke gati, unë kam pa veç njerëzit që bojnë ataket epilepsisë në qatë gjendje. Ajo në qatë gjendje erdhë. Nuk kam mujtë më ardhë në vitë mandej 3-4 orë, jemi bo shoqet bashkë. Ka qenë edhe një vajzë tjetër aty, mandej kjo vajza mu nuk dojke me dalë me ta, I thëjke, kom e ti kalu krejt nota tira, se të one ki kalu, po ti dosh me dalë ma shpesh, ose dosh me më qitë shoqe. Unë jam lajmëru në telefon, kom folë unë me ta në telefon, e di që është sila, e di që ka thonë është, okej, vetë shoqja jote nuk do të me konë, tha tani, ke që shje konë te, që shtu kishë rrita I bartë, nuk ishe krejt që ashtu perfekte, për mbulon defektet. Është të tmerrshme, është kur filloj ndonjëherë me kujtu, është tmerr. Unë kam dëgju që ka edhe profesor tjerë, po s'paku profesorat e tjerë, nuk kam dëgju që janë dhunues, ai është dhunues. Kam dëgju që ka profesorat tjerë që I thotë, t'ishe dalë me mu, ta kisha ngrit notën, ose t'kisha ndihmu me kalu. Ajo është diçka tjetër. Do të thonë t'kishe dalë me mu, nuk I thotë ti ke me dalë me mu, që I ka thonë ai, edhe ke me ma qit një shoqe. Sa ajo ka bo totalisht me zosh. Nuk ka ndosht, ajo qika nuk ka ndosht.